في بالجهاد والله لا يوجد ألذ في الدنيا إلا الجهاد هو ألذ الشيء في الدنيا والله. السلام على أمير المجاهدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka mundsuar me shkel tokën e Shamit, tokën e xhihadit fi sabilillah. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka bashkuar me këta luana gjithë botës që kanë ardhur këtu me mbrojtë derën e motrave tona muslimane, derën e fëmijëve tonë musliman. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka mundsuar këtë nimet xhihadit për me luftu fi sabilillah, që fjala e Allahut Azza wa Jall më kon më e larta, kurse fjala e kufarëve më kon më e ulta, më e poshtrumja. Vëllezër musliman, ju jap një këshill për tokës xhihadit, tokës Shamit. Këtu si shpesheni e falenderojmë Allahun Azza wa Jall, Allah Azza wa Jall na ka jep fitoren këtë tokë dhe me ndihmën e Allahut Azza wa Jall tu nuk ka as murteda e as kufar, dhe me ndihmën e Allahut Azza wa Jall falënderimi takon Allahut Azza wa Jall që na ka mundsuar me jetu me shariat dhe me punu me shariat. Njerëzit e dojnë shumë ligjin e Allahut dhe gjithë janë tuar me punu me shariat. Vllazni ju këshilloj, mos rreni vallahi as një minutë, mos rreni na për shtëpiat e juve. Banu gati o nisnu xhihad fi sabilillah. Vallahi vllazni